Banorët e fshatit Bibaj dhe fshatit të vjetër të Ferizajt të martën kanë protestuar në afërsi të punimeve që po zhvillon në rrugën Bibaj-Ferizaj. Banorët thonë se ndërtimi i një rrethrotullimi donse i një standardi tjetër dhe i përkohshëm, po krijon të llovi të shumta në këtë pjesë të rrugës, e cila është mjaft e frekuentuar dhe duhet gjetur një zgjidhje afatgjate dhe jo improvizime. Dhe kërkesa jonë është, ne dimë se ky rreth është përkohësisht. Dje me banorët e këtu të rreth kemi biseduar që nuk janë kundër ta bllokojnë prunën e tyre, por me vullnetin e tyre kanë shpreh gatishmëri që në të bëhet një rreth i mirë, kuptohet shpërndësimi normalisht që bëhet patjetër, por shkosh me rëndësi që këta nuk bllokojnë. Vetë pesheni, këtu rregullisht të bë kolon, na kërkojmë zgjidhje pi qeverisë, pi komunës, apo pa më parasysh, se ne jemi qesuar, se na kemi biznise, kemi jetojmë çeto. Plus shkolla çeto, na kemi prunë fëmijë, nëse bim çeto, na vetëm mbush për ngul, mi çu dhe fëmijën në shkolla në Ferizaj ma hesab kem sa çeto. Marrëveshja ndërmjet komunës dhe Ministrisë së Infrastrukturës për këtë çështje nuk u arrit, të cilat e kritikuan njëra tjetrën për projektin e rrethrotulimit. E Ministria nëpërmjet një komunikate ka thënë se nëse komuna se bën, atëherë kjo ministri do ta marrë përsipër këtë problematik. Banorët shpresojnë që sa më shpejt të gjendet një zgjidhje dhe të mos paraqiten pengesa të mëtejme në qarkullimin e lirë.